Inauguracioni i trenit në Prishtinë është dita e tretë me datën 27 qershor dhe e fundit e aktivitetit Art në Tren, një ngjarje që ka ndërthurur muzikën, poezinë, performancat artistike dhe ekspozitat e një udhëtimi të veçantë drejt pejes. Për të folur më shumë rreth këtij organizimi dhe për ekspozitën e saj personale mbushur me asgjë, me mua është edhe artistja e njëherësh asistentja projekteve Drilona Hamiti. Mirëmëngjesi zonja Drilona dhe faleminderit shumë që pranove të zhvillojmë këtë intervistë bashkë. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Me 27 qershor, ditën e shtunë, është dhe dita e tretë dhe e fundit e aktivitetit Art në Tren. Tregona pak se si e vlerësoni rrugtimin e këtij aktiviteti deri më tani. Rrugtimi i këtij aktiviteti ka qenë diçka e re për neve si Art Police, edhe po ashtu për neve si artista, po një përvojë unike kisha të me thonë, edhe diçka ma ndryshe dhe ma interesante për krejt neve që na ka ra me provu këtë pjesë. Por cili ka qenë qëllimi kryesor i aktivitetit Art në Tren? Qëllimi kryesor i aktivitetit Art në Tren ka qenë promovimi i trashëgimisë kulturore dhe njëkohësisht edhe promovimi i artit, sidomos tek të rinjt. Ne që dim Art Police domethënë merret me fuqizimin e trive dhe grave dhe qëllimi jon kryesor ka qenë që përveç me i fuqizu ata dhe me i njoftu me artin, kulturën më shumë, është edhe mënyra e transportit, sidomos udhëtimi me tren, domethënë që jo shumë e bojmë në Kosovë, për shkak të kushteve, po kemi mundu me bërë diçka më atraktive që me qenë edhe treni si mjet ose si opsion udhëtimi. Po çfarë e bën këtë aktivitet të veçantë krahasuar me ngjarje tjera artistike? Vet udhëtimi nga Prishtina në Pej, vet udhëtimi me tren, pamje të ndryshme që ishe gjatë rrugtimit, zgjatë dikon rreth 2 orë gjysmë dhe është e përmbushur për aktivitete. Gjatë udhëtimit është mundësia me pa peisazhe të bukura, tu ndëgju muzikë, tu pa shfaqje njëkohësisht. Ekspozita domethënë është non-stop e hapun, ka pas edhe performanca të poezive të ndryshme, edhe krejt ky mix ngoshtohen goxha mirë mes vete dhe bëhet diçka shumë unike, edhe një përjetim më i ri, më interesant. Ju jeni edhe si artiste, por edhe si asistente e projektesh. Tregona pak se si po mundesh mi balancu dy role njëkohësisht dhe si është si eksperiencë për ty? Është interesant, pak mandej kur të merresh me punë organizative, e den shumë mirë çfarë bëjmë në prapaskenë, edhe mandej i kupton shumë sene më ndryshe. Është e lodhshme normal, po është diçka që unë e du edhe më pëlqen, edhe nuk është bëjmë zgjidhje për secilin san që na dal përpara, secilin problem. Po ideja ka qenë që më u njoftu edhe me artistat e tjerë, edhe me pjesën se qysh organizohet ekspozita personale, se për ndryshe është hera e parë, kam marrë pjesë në ekspozita kolektive, po jo edhe personale. Kështu që ka qenë diçka e re edhe për mua, në dy aspektet, si udhëtimi në tren, si ekspozita personale. Po tregona pak për ekspozitën tënde personale, mbushur me asgjë. Si lindi kjo ide për këtë ekspozitë? Kjo ide ka lind, zakonisht artin e shfrytëzojmë kur jemi në gjendje ndryshme emocionale, edhe si ide ka lind me një periudhë jo shumë të mirë të jetës, që shedim krejt fazat post-adoleshenca, kështu që aty zakonisht artin e kemi në mënyrë të shprehjes edhe ku i shprehim emocionet tona, kështu që mbushur me asgjë ka qenë si ide ku ka lind t'u prit për njerëzve tjerë, që me bu diçka dhe nuk di qysh me shpjegu ma konkretisht, po veç ka qenë një përshkrim i gjendjes emocionale jo shumë të mirë, ku zakonisht shumica e njerëzve në periudhën 19-20 vjet mujnë me undi, edhe po tash është okej, ka vazhdu gjithçka edhe e kum pas si mënyrë të mirë për me promovu artin njëkohësisht edhe me tregu që jo krejt senet ndalen me 20 vjet ose gjithçka do të me vazhdu tutje edhe me pas motiv çdo ditë më shumë. Është një kuptim shumë i mirë i kësaj ekspozite dhe normal, sidomos të rinjt, asaj moshe kur të shohin një ekspozitë e tillë, besoj që frymëzohen edhe vazhdojnë përpara. Po pse ke vendos pikërisht në kësaj lloj formati me
ekspozu ekspozitën tënde në tren. Ka qenë diçka ma unike, këm dash që ekspozita jem personale e parë me qenë diçka që më në humbajt mend, edhe nëse nuk e din nëse e ke harru konceptin e ekspozitës, paktin me ditë vendin ose me ditë për çka ka qenë, edhe treni më ka dok mundësi interesante edhe atraktive për me humbajt mend ma gjatë. Si ka qenë aplikimi, mund të themi, i artistëve të tjerë që të bëhen pjesë e këtij aktiviteti? Po, pjesa organizative ka fillu, muj me thonë, një muj ma herët, ku e kemi pas me thirrje të hapur për artista. Interesimi ka qenë goxha i madh, ka qenë befasuse për neve. Për ndryshe, për pos kësaj mandej kemi pas edhe udhëtimet, do më thonë audienca që ka qenë në tren, kemi punu vetëm me rezervime. Interesimi i artistave, edhe pse ka qenë aq i madh dhe kemi pas pa mundur me i pranu gjithë, po për këtë arsye edhe kemi bu 3 ditë, ku kemi pas prafërsisht në 3 ditëve, çdo ditë kemi pas prafërsisht 4 ose 5 artistë. A mendoni që Art në Tren do të vazhdojë edhe viteve tjera dhe çfarë presni si ditë të fundit që keni më 27 qershor? Tu e pas parasysh interesimin që ka qenë këto 3 ditë, po shpresojmë shumë që mundemi me bo prap, kurse për ditën e fundit, po ka me qenë ende me fuqishme, muj me thonë, për shkak se kemi edhe këngëtarën shumë njohur që është Arbresh, që ka me stilin e saj të muzikës veçantë. Për pos kësaj, tu e pas parasysh edhe 2 ditë ma herët, 2 eventet e kalume që ka qenë në interesime, kemi pas edhe shumë tuj, prej shteteve tjera, po besoj që kemi me mundu me bu edhe vitin tjetër. Faleminderit shumë zonja Adrilona për të gjitha këto informacione dhe shpresojmë shumë që Art në Tren të shkojë si është më së miri, edhe normal që shpresoj që të ketë edhe viteve tjera Art në Tren. Faleminderit shumë. Tani shikues të dashur, ju vazhdoni dhe qëndroni me programet e tjera të Koha Vizionit.